Jepni një konkluzion për sa i përket prishjes. Ç'është prishje? Prishja, kur dëgjon ti fjalën prishje për shembull, ç'a të vjen mend? Gjëja e parë që vjen mend. O prish rendi, o prish dynjaja, o prish. Bravo, këtu, kjo e dyta që ndroi. U ka prish dynjaja fare. Po prish. Po. Kur u prish dynjaja? U prish dynjaja se në fuqi burgjezia. Erdhi në fuqi burgjezia, Po. S'ka qenë asnjëherë burgjezia më Je parë. ka qenë burgjezia, por nuk ka qenë kështu. Burgjezi, më thonë, moderne. Moderne. Është më e frikshme kjo burgjezia moderne. Më e frikshme. Pse? Po sepse është modernizuar burgjezia. Dhe shfrytëzimi është e kanë më të lehtë shfrytëzimin e njëri për njëri. Po. Kaq. Po përsa përket luftës midis Izraelit, Iranit, Palestinës, Po luftën mes përfuqive, mes Amerikës, Amerika e bë luftën. Amerika e bë luftën? Amerika e bë luftën. Do thonë për. Po mësë është Trumpi. Apo. Më ja se kam një problem. Alo. U ka prish dynjoja fare? U ka prish dynjoja, ja. Kanon kaç. Kënon kaçë, sa ta marrojmë shpejt e shpejt. Po prish erdhë. Luftën e Izraelit e bën Amerika. Amerika e ka shu Izraelin aty, ka bë shtet. Amerika Anglia e ndihmojnë me armatim dhe luftor shtetet arabe. Për mendimin tim. Po për mendimin tim se aty do të përplaset dhe superfuqi, janë interesat e superfuqive. Amerika me perëndimin, me Europë perëndimore me anë dhe lindja me Rusinë më tjetër. Pra Rusia ti thua që do bashkohet me lindjen gjithë, domethënë do të bëhet një luftë tretë botërore? Po sigurisht edhe aty mund shkoj puna. Është gati thua? Po gati është tash. Ai po sulmoi Iranin, po i sulmuar mbasamore. Ai mund të prodhojë armë të Amerikanë gjithë, ai janë përsërit paqen po. Si është situata? Çfarë do bëhet? Do përkeqësohet apo do gjetë zgjidhje? A ka vend për dialog për përmirësim? Mund të zgjasë, po zgjidhje nuk ka. Nuk ka zgjidhje. Jo. Ti vetë nuk ka derisa të dobësohet gjendari ndërkombëtar, siç është Amerika. Po kush e bën Trumpi, po Trumpi. Pavarësisht Amerika është aleati jonë sot. Aleati jonë sot. Po Trumpi tha kur ishte Bideni, kur bëni fushatën tha, në momentin që ta marr tha do ta. Po le Trumpi edhe Amerika është kryesia e imperializmit botror. Ajo kryesia e imperializmit botror. Imperializëm do thotë imperializëm do thotë imperator do thotë perëndori e madhe që do të shëndojë botën. Po ne në Shqipëri a jemi sigurt kanë lidhje me ne këto gjëra që po ndodhin në botë? Kanë lidhje, se s'ka lidhje, ne jemi vend shumë i vogël dhe kanë lidhje, më na përfshin ne. A duhet shqetësohemi ne? Dhe mund të bëjmë mish për top. Duhet shqetësohemi ne? Duhet shqetësohemi se ne bëjmë mish për top. Ne na përdojmë për ushtarë. Si mund të shpëtojnë shqiptarët në këtë situatë ku ndodhen? Si mund të shpëtojnë? Tani nuk mund shpëtojnë se asnjësi shumë duhet majmë asnjësi as me njërin blok as me tjetrin. Asnjëherë nuk majmë palë fare. As me njërin palë duhet jemi, po faktikisht në pozita që jemi ne duhet të mbështetemi një janë sepse jemi ju vetë që ku do të mendoni? Në kohën e mbrojtjes ne ishim të angazhuar nga Nasini Kraha, sepse ishim të fortë faktikisht për mbrojtje e Adheut. Se luftë nuk u bë faktikisht, po mbrojtja ishte shumë e fortë. Sepse gjithë shpenzimet ishin bërë për luftën, për ushtërinë. Pra jemi në pikën që është prish dynjaja. Nuk rregullohet dot më. Jo. Vështirë është. Gjithmonë drejt mënyrës. Të falenderoj shumë. Jeni mirë.